Turizmi në Shqipëri ka shënuar një rritje të ndjeshme vitet e fundit duke u bërë një nga destinacionet më të rejse në Europë. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale një spot publicitar nga emisioni francez Encapes Belles, i cili do t'ju ofrojë shikuesve në ekranin e France 5 më 31 maj plot 90 minuta me disa nga vendet më të bukura në Shqipëri. Një udhëtim magjik drejt Shqipërisë së egër, të bukur dhe të vërtet, e cila deri dje në Francë shihej si e egër, e shëmtuar dhe e pavizitueshme. Më 31 maj ora 21 emisioni francez Encapes Belles do t'ju ofrojë shikuesve në ekranin e France 5 plot 90 minuta me thesare që e bëjnë Shqipërinë të dëshirueshme e pastaj të paharrueshme për vizitorët, sepse siç thotë spoti publicitar i këtij emisioni, Shqipëria të ndryshon, thekson Rama. Shqipëria vazhdon të shënojë rritje të qëndrueshme në sektorin e turizmit me 920.000 vizitorë të huaj vetëm gjatë muajit prill 2025. Kjo e çon në 2.45 milion numrin total të turistëve që kanë hyrë në vend gjatë 4 muajve të parë të këtij vendi.